Temperaturat këtë të hënë në qarkun e Elbasanit janë ulur ndjeshëm, ndërsa në zonat malore termometri ka kapur vlerën -10 gradë Celsius, duke sjellë në disa momente dhe bllokim apo vështirësi në lëvizjen e banorëve, ndërkohë që në aksin nacional Elbasan-Qaftan, edhe pse rezulton që të jetë i hapur, gjatë mëngjesit të sotëm ka pasur prezencë dëbore, ndërkohë që termometri ka vlerën -15 gradë Celsius. Në akset Elbasan-Gjinar dhe Elbasan-Tirana, aksi i vjetër nga Kraba nuk ka prezencë dëbore, ndërsa Kriposja ka vjuar në pikat problematike. Probleme shfaqen në aksin Librazh-Peshkopi, ku gjatë kësaj periudhe nuk janë marrë masa nga autoritetet për ta pastruar, sa kaq në aksin Librazh-Stëblev është ndërhyrë nga Bashkia Librazh, por gjithsesi lëvizja e mjeteve kryhet me zinxhir. Prurjet e lumit Shkumbin dhe përrojit të Zaranikës janë ulur dhe aktualisht nuk paraqesin në rrezikshmëri, që prej mesditës së djeshme vjojnë shkarkimet nga Hecbanja në sasinë 290 m3/sekond, ndërsa së bashku me prodhimin shkarkimi total arrin në 390 m3/sekond. Sa i përket furnizimit me energji elektrike, probleme janë evidentuar në fiderin që furnizon njësitë administrative Tunj, Kushov dhe Skënderbegas në Bashkinë Gramsh, si dhe në disa fshatra në Librazh dhe Prenjas. 10 shtylla të tensionit të mesëm janë thyer dhe linja elektrike janë kaputur si pasojë e erës së fortë dhe borës së madhe. Banorët raportojnë ndërprerje të energjisë elektrike dhe shqetësime për sigurinë, ndërsa ekipet e emergjencës punojnë për të riparuar dëmët dhe për të rivendosur furnizimin me rrymë.